Në shtëpinë e Big Brother Kosova, shpesh ndodhin momente që nuk lindin nga konfliktet apo dramat e mëdha, por nga keqkuptime të vogla, të pafajshme, që përfundojnë duke sjellë të qeshura, reflektime dhe një afrim më njerëzor mes banorëve. Një nga këto momente ndodhi një pasdite të qetë, kur tensionet e ditëve të fundit dukeshin sikur ishin zbehur disi. Benita ishte ulur në divanin e sallonit, duke rrotulluar filxhanin e çajit nëpër duar. Ajo kishte vënë re prej kohësh se Arditi kishte një qetësi të veçantë, një lloj harmonie në mënyrën si fliste dhe si reagonte në situata të vështira. Kishte diçka tek ai që i dukej sikur kishte lidhje me artin. Me muzikën, me diçka krijuese, Arditi, nga ana tjetër, po rrinte pak më larg, duke rregulluar kitarën që produksioni ua kishte lënë banorëve për momente relaksi. Nuk po luante ende, vetëm po prekte telat lehtë, sikur po i dëgjonte me kujdes para se t'i jepte zë. Benita e shikoi për disa çaste dhe, pa shumë mendim, vendosi ta pyes. Zëri i saj ishte i qetë, pa asnjë nënkuptim të fshehur, thjesht kurreshtje e sinqertë. Ardit. Cilit instrument i bie? Se duket sikur bën muzikë të bukur me dorë. Pyetja ra në ajër për disa sekonda. Arditi ngriti kokën, e pa Benitën dhe u ndal. Në fytyrën e tij u shfaq një shprehje hutimi, jo bezdje, por konfuzioni i dikujt që nuk është i sigurt se çfarë sapo ka dëgjuar. Me fal, tha ai, duke buzëqeshur lehtë, e ke fjalën. Me një dorë apo me dy duar? Se nuk po e kuptoj saktë. Në atë moment, heshtja u mbush me një tension të lehtë, por jo të rëndë. Disa banorë që ishin pranë kthyen kokën. Alba ngriti vetullat. Limi qeshi nën zë. Benita, për disa sekonda, mbeti e shtangur, pastaj e kuptoi se si pyetja e saj mund të ishte interpretuar ndryshe nga sa e kishte menduar. Jo, tha ajo shpejt, duke qeshur nga situata, e kisha fjalën për instrument muzikor. Piano, kitar, diçka të tillë. Arditi shpërtheu në një buzëqeshje të plotë. Ah, mirë atëherë, tha ai me humor. Se për një moment mendova që po flisnim për dy gjëra krejt të ndryshme. Të qeshurat u përhapën në sallon. Momenti, që mund të ishte kthyer në siklet, u shndërrua në një nga ato skena të vogla që e bëjnë jetën në shtëpinë e Big Brotherit më njerëzore dhe më të lehtë. Arditi mori kitarën në dorë dhe filloi të luante lehtë. Gishtat e tij lëviznin me siguri, herë butë, herë më fort, duke krijuar një melodi të thjeshtë, por të ndjerë. Banorët u qetësuan. Disa u ulën në dysheme, disa mbyllën sytë për pak çaste. Benita e shikonte, tani me një buzëqeshje të qetë, sikur të kishte marrë përgjigjen që kërkonte, jo vetëm me fjalë, por me tingull. Ja, tha Arditi duke ndalur për pak, kjo është muzika që bëhet me dy duar. Dhe pak me shpirt. Benita tunte kokën. E shikon? Për këtë e kisha. Kur dikush ka ndjeshmëri, dallohet. Biseda që pasoi nuk ishte më për keqkuptimin. U kthye në një diskutim për artin, për mënyrën se si muzika i ndihmonte të përballonin izolimin, kamerat, presionin e lojës. Arditi tregoi se kishte mësuar të luante që i vogël, si një mënyrë për t'u qetësuar. Benita foli për lidhjen e saj me ritmin dhe emocionin, edhe pse nuk luante asnjë instrument. Ky moment i vogël tregoi diçka të rëndësishme. Në Big Brother Kosova, jo çdo skenë e fortë ka nevojë për zëra të lartë apo përplasje. Ndonjëherë, një pyetje e thjeshtë, një keqkuptim i pafajshëm dhe një buzëqeshje e sinqertë mjaftojnë për të krijuar një kujtim që publiku e mban mend. Në fund të ditës, Arditi vazhdoi të luante kitarën, ndërsa Benita u ul pranë, duke dëgjuar. Dhe ai moment mbeti si një kujtesë e vogël se, mes gjithë strategjive dhe tensioneve, njerëzit ende mund të lidhen përmes artit, humorit dhe mirëkuptimit, në një shtëpi ku çdo fjalë peshohet dhe çdo gjest analizohet. Ky ishte një nga ato çaste që nuk kishin nevojë për shpjegim të gjatë, thjesht muzikë, një buzëqeshje dhe një keqkuptim që u kthye në harmoni.